Mesazhe të tipit "keni gjoba të papaguara" apo "porosia juaj ka mbërritur" po përdoren gjithnjë më shpesh nga grupe hakerash për të mashtruar qytetarët shqiptar. Rastet nuk janë të pakta, ndërsa sipas të dhënave, fenomeni është tuar ndjeshëm gjatë këtij viti. Persona të pa identifikuar, kryesisht që operojnë jashtë territorit të Shqipërisë, krijojnë faqe interneti që imitojnë portalet zyrtare shtetërore. Qytetarët, duke i besuar këtyre faqeve, tentojnë të paguajnë gjoba apo të marrin shërbime, por përfundojnë viktima të mashtrimit. Mesazheve që vinin për pagesën e gjobave një sistem të policisë shtetit, personat cilët kishin aktivizuar këtë faqe interneti e kishin bërë pak a shumë të ngjashme me atë të pagesës gjobave të e-Albanias apo policisë shtetit, por ndërkohë faqja nuk ishte reale. Rasti tjetër është e-Albania, ku edhe kjo ishte për rastin e pagesës gjobave, dhe rastet të tjera kemi pasur atë të postës shqiptare për të cilën janë arrestuar dhe ndaluar 2 shtetas të huaj me shtetësi kineze. Skema është e thjeshtë. Përmes një linku të dërguar në telefon apo email, qytetarëve u kërkohet të plotësojnë të dhënat personale dhe bankare, duke menduar se po përdorin një platformë zyrtare. Në momentin që këto të dhëna jepen, autorët arrin të aksesojnë llogaritë bankare dhe të tërheqin fondet. Personat të cilët aktivizojnë faqe të tilla e bëjnë identike si ajo e shërbimeve që jep policia apo e-Albania apo çdo lloj shërbimi tjetër shtetëror. Njerëzit duke parë që është e ngjashme, futen, plotësojnë të dhënat e tyre, po themi të dhënat e kartës të kreditit, emër mbi emër, numër telefoni, pra lejnë të dhënat e tyre dhe në qoftë se do plotësosh të dhënat e kartës tënde bashkë me kodin 3 shifror të sigurisë që ka mbrapa, sigurisht që ata ta marrin. Dhe e shfrytëzojnë për të bërë blerje tjera, pastaj duke boshatisur kartën. Dhjetra qytetarë kanë denoncuar raste të tilla pranë drejtorisë së krimit kibernetik në policinë e shtetit. Një nga rastet më të bujshme lidhet me imitimin e shërbimeve të postës shqiptare, ku disa shtetas të huaj arritën të sigurojnë të dhënat personale të rreth 5.000 qytetarëve. Ndërhyrja në kohë e autoriteteve dhe arrestimi i tyre bëri të mundur parandalimin e vjedhjes së parave. Autoritetet u bëjnë apel qytetarëve të tregohen të kujdesshëm dhe të mos klikojnë në linke të dyshimta apo të ndajnë të dhënat e tyre personale në faqe të pakonfirmuara.